Ndahet nga jeta në moshën 73 vjeç ish kryeministri Fatos Nano, reagon Rama, lam të mirë kryetar. Ish kryeministri i Shqipërisë Fatos Nano është ndar nga jeta ditën e sotme në moshën 73 vjeç. Prej disa kohësh ai ndodhej në reanimacion në një prej spitaleve private të vendit, ku po mbahej nën kujdesin e mjekëve teksa gjendja shëndetësore u rëndua gjatë ditëve të fundit. Nano ka pasur një arrest kardiak, ndërkohë që më herët është kuruar edhe për probleme me frymarrjen. Një prej politikanëve më të rëndësishëm të vendit në periudhën postkomuniste, Fatos Nano është zhdukur dhe rikthyer në shumë momente kyçe për vendin. Gjithashtu, kryeministri Edi Rama ka reaguar në një postim në rrjetet sociale. Lam të mirë kryetar, shkruan ai. I lindur në 16 shtator 1952 në Tiranë, Nano u diplomua për ekonomi politike në vitin 1974 në kryeqytet dhe kulmin e karrierës së tij, përpara se të rrëzojë regjimi komunist, e pati 10 vjet më vonë, kur u emërua si studiues i problemeve sociale-ekonomike dhe reformave të ekonomive të tregut të vendeve të Ballkanit Lindor në Institutin e Studimeve Marksiste-Leniniste në Tiranë, në varësinë e ish gruas së diktatorit Nexhmi Hoxha. Ai ishte pjesë aktive e zhvillimeve të vrrullshme politike që ndodhen në Shqipëri, si edhe në çdo vend tjetër të bllokut të lindjes. E shpejt ishte edhe ngritja e tij në detyrë. Në dhjetor 1990 u emërua sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ministrave. Një muaj më vonë zëvendës kryeministër në qeverinë e Adil Çarçanit. Në fund të shkurtit 1991, Ramiz Ali i besoi Fatos Nanos postin e kryeministrit me një mandat të përcaktuar. Përgatitjen e tranzicionit të vendit drejt demokracisë liberale dhe ekonomisë së tregut. Pas zgjedhjeve të vitit 1991 në 31 mars, Nano u mandatua kryeministër, detyrë të cilën e mbajti për disa javë, ku dha dorëheqjen për shkak të grevave që kishin nisur në të gjithë vendin. Merite pa diskutueshme Nanos në atë periudhë ishte transformimi i Partisë Socialiste nga një parti e trashëguar nga regjimi komunist në një parti social-demokrate me orientim perëndimor. Ardhja e demokratëve në pushtet në vitin 1992 solli një periudhë të vështirë për Fatos Nanon. Në 30 korrik 1993, Nano u arrestua në zyrën e prokurorit dhe u akuzua për shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumentave zyrtare në lidhje me ndihmën italiane dhe 9 muaj më vonë u dënua me 12 vite burg. Megjithatë, trazirat e vitit 1997 sollën lirimin e tij nga burgu dhe rikthimin aty ku të gjithë socialistët e donin, në krye të Partisë Socialiste. 3 muaj pasi kishte dalë nga burgu, ai udhëhoqi socialistët drejt rikthimit në pushtet, të cilin socialistët e mbajtën për 8 vite, por Fatos Nano pati sërish ulje ngritjet e tij politike. Merite Nano se pranuar edhe nga kritikët ishte rikthimi i normalitetit në vendin e shkatëruar ekonomikisht si pasojë e firmave piramidale. Megjithatë, postin e kryeministrit e mbajti për një vit, kur vendosi të jepte dorëheqje në 28 shtator të vitit 1998, pak më shumë se 2 javë pas vrasjes së Azem Hajdarit. U largua nga qeveria, por vijoi të mbante kontrollin e partisë, pavarësisht dallgëve që shoqëruan socialistët në 8 vite. U rikthye edhe një herë tjetër kryeministër në 31 korrik 2002 deri në humbjen e zgjedhjeve në qershor 2005, ku u detyrua të linte pushtetin kundërshtarit të tij që e kishte burgosur Sali Berisha. Prej atij viti, ditët i jetonte mes Vjenës, ku qëndronte me familjen, dhe Tiranës, ku vinte sa herë diskutohej se kush do të ishte presidenti i ri vendit. Dëshira e tij për të bërë kreu i shtetit nuk ju plotësua as në vitin 2007, kur vendin ja mori Bamir Topi, dhe as në vitin 2012, kur Berisha megjithse afroi, në fund zgjodhi të ndjerin Bujar Nishani. Jeta e tij familjare ka qenë e trazuar, po aq sa ajo politike. Fillimisht konsumoi një martesë 25 vjeçare me Regjina Nanon, me të cilën ka 2 fëmijë, Sokolin dhe Edlirën. Në vitin 2002, pak muaj pas divorcit, ai njoftoi martesën me Joanën. I konsideruar si një figurë liberale brenda të majtës shqiptare, ai shndroi Partinë Socialiste nga një parti bolshevike në një formacion të së majtës progresive. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, Fatos Nano ishte i vetmi nga politikanët e tranzicionit që ka dhënë dorëheqjen nga politika për të mos u kthyer më pas humbjes së zgjedhjeve në vitin 2005.